Njëri kujdeset për to, me linja Allah Gjelloja e del ato. Qëta është e para? E para është elementi kohës, o leli i dhe jelkësha, o nëhari i dhe të gjella. Nëse njëri arrin me organizu natën dhe ditën si duhet, e ka garantu një element të rëndësim të suksesit. Ebu Bekri, radiallahu anhu, i ka thonë Omerit, Allahu Gjellohu Ala ka vepra që i kërkon ditën, mos ja dërgon natën. Allahu ka vepra që i kërkon natën, mos ja dërgon ditën atë. Organizohet ditën natën kuptim të veprimit. Se çdo pjesë e 24 orëshit realisht i ka veprimet edhe i ka kërkesat e veta. Ai që arrin me organizu kohën e tij, natën dhe ditën e tij, me menaxhu kohën e tij, ai ka arrit që të garanton një element të rëndësishëm të domosdoshëm të suksesit. Pra sa njerëz në kohën, s'kam kohë, gjithë e kemi gjithë në kohë. Nuk është çështja te orët e ditës e të natës, jo, është çështja e menaxhimit tyne, te radhitja e prioriteteve, apo tek dhënia çdo seni kohën që meriton e kështu me radhë. Nëse shpesh njerëz për shembull një aktivitet caktuar i japin kohë më shumë se që meriton, pastaj për ato të domosdoshme s'kan kohë, normal, se këtu ke dërguar shumë kohë. Çështja e dytë është elementi njeri. Nuk mund të pas sukses të ndodhë s'ka njerëz. S'ka kush bardh. Musa a.s. ishte në të vërtetën, Musa a.s. ishte në rrugën e dur, mirë po nuk arriti me çliru kocëm se nuk ishte njerëz veç. Ishte të vërtetën, pejgamberi Allahut, Allah dënte, Allah i premtoi këti pat, gjithë i pat, veç një se pat, njëri nuk e pat, nuk e mund të me çliru. Pejgamberi s.a.s. të ndërru dhe asgjë nga faktorët e triumfit në betejën Bedr nuk i pat. As numrin, as pregaditjen, kur s'ka pas. Se këte e ndalë me armë brezit ka ndalë, që dalë zakonisht dhe në gjami me falë me ta, që kështu sabet ka ndalë në Bedr atë. Për shkak se pejgamberi s.a.s. të ndërrozë, kur ka dalë në Bedr, sabet që kanë qenë, afër kanë, kush është i gatshëm, hajde. Disa kanë njerë Resulullah, kallën e kom lidhë me poshtë këtë zgjidhë, kanë s'ka me zgjidhë, të zvjen me neve, s'ka vakt. Para që ndalë, shpejt ka ndalë. A në kuptim të pregadit për betejë, s'ka marrë asë minimumin e asaj që kërkuat, për shkak se s'ka ndalë për betejë. Ka ndalë për me ndalë karavanin, pastaj për udhë ju ka ndalë betejë, se kur që është e njohur. Por pse ka fitu? E ka pas njerit, sahabët kanë qenë burra. Prandaj mungesa e mjeteve kompenzohet me pjekurin e njerëzve. Ndërsa mungesa e pjekurisë së njerëzve nuk kompenzohet me mjete. Për arsye të ndërruar edhe në kuptimin e jetës bashkëtorë, edhe në kuptimin e edukimit të fëmijëve, edhe në kuptimin e raporteve shoqërore, duhet që të fokusohemi tek njeri, tek mashkulli, tek femra, nga sa Allah betohet në krijimin e tyre. Janë faktorë i rëndësishëm i ndërtimit, pa njeri kur gjë zbohet. S'ka lëvizje. Dhe e treta nga element e rëndësishëm të suksesit dhe të arritjes në qëllim më madhor është inna sa'yakum, lëvizja, angazhimi, përpjekja. Këto trija na duhet koha, na duhet njeri formuar i pjekur, i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm, dhe na duhet dinamika, energjia dhe ambiciat. Këto trija nëse janë dhe orientuar ka duhet, me lenin Allah xhallahu ala nuk ka mund kur suksesin.